Parisi po bëhet gati për finalen e Champions League-s. Paris Saint-Germain, klubi francez, do të ndeshet me Interin e Milano sot në mbrëmje, ndërkohë që Champs-Élysées, avenyja më e famshme e Parisit dhe më e famshme e Francës, është mbyllur krejtësi, shiheni, e gjithë zona është e mbyllur, ndërkohë që tifozët e Paris Saint-Germainit janë mbledhur në këtë drejtim. Është finalja e dytë pas asaj të gushtit 2020 dhe njëkohësisht është një shans për Saint-Germainin që mund fitoj. Dyqanet kryesorë të Champs-Élysées janë mbyllur, po mbyllen me kompensata, me hekura, me rrjeta teli, ndërkohë tifozët janë derdhur për rrugët e Parisit. Shiheni. Saint-Germain ka një shans të bëhet kampion i Europës. Sot në mbrëmje shiheni çfarë atmosfere ka Parisi. Në fakt, klubi e ka humbur një shans. Shiheni se çfarë ndodh në Champs-Élysées dhe rrugët e tjera të Parisit. Nga njëra anë ka fest për ndeshjen, nga ana tjetër ka frikë nga bizneset se mund të ngjajnë përplasje të dhunshme nga Parisi në pritjet finales.